Përshëndetje shenja akrepit, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë drejtësia, fëmijë dhe manifestim. Ju lutem, keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Drejtësia tregon se personi që po mendon për ju është dikush që ka një ndjenjë të fortë për transparencë dhe që nuk toleron lojra apo manipulime. Ky është dikush që mendon thellë për pasojat e veprimeve të veta dhe dëshiron të ndërtojë marrëdhënie të bazuara në besim dhe përgjegjësi. Për ju, kjo do të thotë që mendimet ndaj jush janë serioze dhe të sinqerta, pa dyshime apo konfuzion. Karta fëmijë tregon një energji të freskët dhe të pastër. Personi në fjalë mund të ketë ndjenja të sinqerta, pa paragjykime dhe me dëshirën për të filluar diçka të re me ju. Ka edhe një mundësi që ky person është dikush me një natyrë të kujdesshme, të ndjeshme dhe që i qaset marrëdhënieve me një perspektivë të hapur dhe të pafajshme. Kjo kartë gjithashtu simbolizon fillime të reja, kështu që ka mundësi që personi që po mendon për ju ka shpresë për një fillim të ri ose ripërtëritje të diçkaje që ka ekzistuar më parë. Karta e manifestimit tregon se personi është jo vetëm duke menduar për ju, por gjithashtu ka zell dhe përpjekje për ta bërë lidhjen apo situatën mes jush diçka konkrete dhe të prekshme. Kjo tregon një përkushtim dhe një dëshirë të fortë për të vepruar, jo vetëm për të ëndërruar. Nga ana intuitive do doja të shtoja që ky person ndoshta ka fëmijë me ju dhe kërkon divorcin ose jeni të divorcuar, ose ka fëmijë me dikë tjetër dhe i kërkon divorcin ose është i divorcuar. Për ju unë do të thoja që kjo do të thotë që dikush ka synime të qarta dhe po punon në mënyrë aktive për të realizuar lidhjen me ju. Nëse ndjeni që ka pasiguri ose sfida, kartat nënkuptojnë se ekziston dëshira për drejtësi, për besim dhe ekuilibër në marrëdhënien tuaj. Paçim!